Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kam probleme shëndetësore. Olta Gixhari shqetëson djegësit. Moderatorja dhe aktoreja e njohur Olta Gixhari ka vendosur të jap fund pyetjeve të shumta që ka marrë kohët e fundit nga ndjekësit të rrjetet sociale për ndryshimin në syrin e saj. Në Instagram, një ndjekës e pyeti drejt për drejt: "Çfarë ka ndodhur me syrin tënd?" Olta vendosi të përgjigjej hapur duke sqaruar se bëhet fjalë për një problem shëndetësor dhe jo për ndonjë ndërhyrje estetike siç kanë aluduar shumica. Pas pyetjes për Bigun, kjo është pyetja më shpesh që më është bërë, po kaloj një problem shëndetësor. Kjo më shumë për të gjithë ju që më shkruani hëmëj të ka kap keq botoksi, mos më pyesni më shumë se nuk do të flas për këtë gjë, jo tani. Shkruaj ajo duke i vënë kapakun kësaj pyetjeje. Me këtë reagim Olta ka bërë të qartë se ndodhet në një moment delikat dhe kërkon privatësi lidhur me situatën e saj shëndetësore. Pavarësisht kësaj, mesazhi është pritur me shumë dashuri dhe mbështetje nga fansat, të cilët i kanë uruar shërim të shpejtë dhe forcë për ta kaluar këtë periudhë. Mbase Olta do ta tregojë më vonë se çfarë po kalon.